përgjithësi ka qenë shumë vështirë fillimisht, sidomos atëherë kur ishim pa dokumenta, se unë kam marrë dhe shkollën e mesme të përgjithshme në fshatin e Kafaraj, në zonën tonë andej, dhe kur kemi ardhur këtej për herë të parë, mund të them se kemi ardhur 4-5 ditë edhe në kamp, me vështirësi që nuk mund t'i besoj njeri një qoftë se nuk i ka kaluar, dhe do thosha se që nga 98 dhe tu që kemi qenë me dokumentat, paktën jemi legalizuar, kemi qenë në një periudhë sa vinte dhe ngrihesh me fjalë mirëqenia jona avash avash. Se gjithmonë kemi ndihmuar edhe ata njerëzit tanë që kemi pasur andej dhe i ndihmojmë. Mirë po, tani kemi për familjen tonë, do mundohemi që edhe ekonomikisht të fillojmë të ngrihemi nga pak, se kur erdhëm këtu kishim një çantë me 2 rroba me vete. Mirë po, shikojmë, çdo njeri shpreson për më mirë gjithmonë. Problemet që kërkojnë zgjidhje. Pas përshëndetjeve ne u ndalëm në një intervistë paksa të zgjatur me Arjan Velon, i cili midis të tjerave foli për problemet që shqetësojnë emigrantët shqiptar, në veçanti në Greqi. Arjan, mendon të kthehemi në Shqipëri? Tani për tani nuk e kam menduar që mund të kthehem në Shqipëri. Fëmijët u lindën këtu, kanë edhe në përgjithësi të gjithë ne kemi një nivel jetese që nuk ja arrin dot në Shqipëri për momentin. Do thosha gjithashtu se në kohën e ardhshme nuk i dihet, ka një farë mundësie që edhe mund të kthehemi, mirë po duhet të mbështetemi edhe ne nga shteti dhe qeveria shqiptare, se deri tani nuk kemi pasur ndihmën që duhet, si nga ana e legjislacionit apo dhe nga ana të tjera, nuk na kanë mbështetur. Një telefon merr në ambasadë dhe nuk di se kush të përgjigjet dhe nuk di se çfarë të thotë. Domethënë donim një farë mbështetje, asistence, domethënë të na ndihmojnë si emigrantë që jemi, se ne duam ne jemi ajo pjesë e shoqërisë shqiptare që u largua si pjesa më e aftë dhe më e dobishme e shoqërisë shqiptare, që u larguam kur ishim të rinj akoma, sa mbaruam shkollën, jemi larguar. Kemi vënë atë talentin tonë dhe djersën tonë kemi derdhur tej në një shtet tjetër që bëjmë 10, 12, 15 vjet dhe 20 vjet ka shumë. Gjithashtu do thosha që këtë djersë mund ta derdhim edhe në vendin tonë, nëse ndryshonin të gjitha ato domethënë shteti na ndihmonte dhe të ndryshonte komplet si themi ajo këtu në Greqi thonë nootropia, mirë po është në Shqip neve themi si është lloj mendimi, domethënë si mendon çdo njeri. Arjan Velo sugjeroi mbështetjen që duhet të kenë nga qeveria shqiptare për emigrantët, sepse dëshira e tyre është që të kthehen. Nuk diskutohet që dëshira jonë të gjithëve besoj është që të kthehemi në vendin tonë, por shteti duhet na ndihmoj shumë që të kthehemi, për arsye domethënë duhet bëj shumë lëvizje nga ana të subvencionoj, për shembull, nëse vetë unë në fshatin tim duhet hap një biznes, për shembull, do të punoj me blegtori ose me bujqësi ose me sera. Shteti duhet të subvencionoj me anën e taksave, me anën nga ana ligjore prap. Duhet të mbështes shumë këto pasuri që këto 5 lekë që unë do t'i hedh atje, duke mbështetur mua, duke mbështetur edhe shtetin në përgjithësi. Kam dëgjuar se sidomos vitet e fundit unë kam jetuar këtu gjithmonë, po kam dëgjuar se në Shqipëri bën subvencionime, mirë po gjëja kryesore që mundet edhe do ndihmonte shumë për kthimin e shumicës emigrantëve mbrapa janë që duhet të jepet një kredi pa afat te të gjithë emigrantët, për shembull duhet të jetë diçka speciale për ta, me qëllim që ato 5 lekë që kanë mbetur emigranti atje, mos të hedhi për shembull me një shtëpi, që të bëjë një shtëpi që burosi për shembull një far kapitali 40-50.000 euro, po të hedhi atje dhe të bëjë diçka me fjalë që të jetë në interes të përgjithshëm të shoqërisë dhe gjithashtu në interes të shtetit, se emigranti do vi, do bëj biznesin e tij, do t'i mbjellë ullin, do t'i mbjellë portokallet, do ta bëj lokalin, do shtrohet rruga, do bëhet diçka me fjalë që të ngrihet shoqëria në përgjithësi. Mirëpo edhe shteti duke u fuqizuar individi, do fuqizohet edhe shteti avash avash. Gjithashtu me zhvillimin e turizmit në Shqipëri, do të thosha se do të ishte një ndihmë shumë e madhe që një pjesë e madhe e jona, se këtu në Greqi kanë një eksperiencë të jashtëzakonshme në sektorin e turizmit, kanë shumë vjet që merren me turizëm dhe
shumë nga punëtorët që punojnë nëpër lokale, nëpër hotele, janë shqiptar ose të ardhur si ne, emigrantë që punojnë. Pra jeni specializuar në një farë mënyrë, Desha thosha që në mënyrë kështu nuk kemi marrë një diplomë me një shkollë turistike, por kemi bërë një praktikë të madhe. Domethënë personalisht unë po bëj 14 vjet që punoj në turizëm dhe do thosha se kam marrë një eksperiencë të veçantë dhe jashtëzakonisht të madhe që mund edhe ta derdhja diku me fjalë në vendin tim, pse të punoj për tjetrin, nëse unë mund të kem për shembull një cop tok në Bregdetë të Shqipërisë, që nuk diskutohet që është nga më të bukurat në zonën e Mesdheut, dhe nga Saranda deri në Shkodër mund të bëhet është një nga perlat që nëse do ketë një kujdes të veçantë nga ana e qeverisë së shtetit shqiptar, mund të bëhet edhe nga pikat më kryesore dhe nga turizmi edhe shteti do ketë ardhurat kryesore në Shqipëri. Do kisha